Përpjekja e arrestimit edhe pas informacionit siguruar nga policia e Shkodrës se brenda një automjeti qarkullonte i shumë kërkuar i Barush Bregu, dështoi edhe këtë të hënë. Uniformat blu të Shkodrës ju vunë ndjekja automjetit ku Barush Bregu ishte pasagjer, por policia mundi të arrestoj vetëm shoferin e mjetit, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur. Zyrtarisht policia thot se patrulla i kërkoi automjetit të ndaloj, por makina nuk ju bindu urdhrit duke shtuar shpejtësinë e duke qelluar me armëzjarrin në ajër. Burime për ABC News konfirmojnë se pasagjeri që shtiu me armë ishte pikërisht Barush Bregu, i njohur ndryshe edhe me emrin Bajram Bregu, veprimi i cili i mundsoi lirinë edhe këtë të hënë. Barush Bregu është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai rezulton i shpallur në kërkim nga policia si personi që ka ndihmuar Ragip Gilën në atentatin e 8 shtatorit të vitit kaluar, në ato që njihet si masakra e Shkodrës, ku 2 persona u vranë dhe 2 të tjerë u plagosën. Sipas hetimeve të atëhershme, Barush Bregu dhe një 17 vjeçar u shpallën në kërkim pasi siguruan autorit Ragip Gila kushtet dhe mjetet materiale për të kryer vrasje. Po ashtu banesën e një gruaje që jetonte jashtë vendit, Bregu dhe i mituri e përdornin si bazë për të fshehur armatimet. 39 vjeçari i njohur si krau i djathtë i Licve në Shkodër, emrin e ka të lidhur edhe me disa ngjarje të tjera të rënda. Ai është arrestuar më parë në maj të 2019 pas një operacioni të organizuar nga Renea, e po ashtu edhe në 2016 u dënua me akuzën e drogës së armbajtjes pa leje.